Moti merr kthesën drastike ja çfarë pritet të ndodhë me temperaturat duke filluar nga nesër. Ditën e shtunë vendi do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme me mbizotrim të motit të kthjellët. Era do të fryjë nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare nga 1 në 8 metër në sekond, ndërsa në Bregdet fiton shpejtësi deri në 15 metër në sekond, duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 2 deri 4 ball. Ditën e diel do të kemi ndryshim të situatës meteorologjike si rezultat i masave ajrore të lagështa. Moti parashikohet me alternime vranësirash si dhe intervale kthjellimi. Vranësira do të pasojnë me rreshje shiu me intensitet ulët në pjesën më të madhe të vendit e lokalisht mesatar në veri. Era do të fryjë me shpejtësi mesatare nga 6 në 8 metër në sekond. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1 deri 2 ball. Vihet re një rënje ndjeshme në fushën termike në mesditë.